Një jetë në blegtori, ende mes vështirësive, Ismail Gërnecaj së bashku me vëllain e tij e ka nisur këtë punë që në fëmijëri, ndërsa sot kanë rreth 750 krerë bagëti të imta, si dhe 20 krerë lop. Gërnecaj tregon se puna e blegtorit ka mjaft vështirësi, pasi është një angazhim që kërkon 24 orë në ditë. Ai pranon gjithashtu se ndihma nga shteti ka qenë e pakët. Për të kullotur bagëtit, ata lëvizin në zona të ndryshme, nga Karaburuni e deri në Llogora. Pavarësisht vështirësive, Gërnecaj thotë se arrin të nxjerrin rreth 2 kuintal qumësh në ditë, por preferojnë ta përpunojnë vetë dhe të prodhojnë nën produkte me forcat e tyre. Ai shton se edhe mishin nuk e dërgojnë në thertore, pasi çmimi si në thertore ashtu edhe tek kasapët, si dhe çmimi i qumshit nga baxhot është shumë i ulët e nuk mbulon kostot. Që në fëmijëri, që në vitet 90, 304. Sot që flasim, sa krerë keni? Po bërë rreth 750 krerë. Imta. E në 20 lopë. Më fol çik, sa vështirë është të jesh blegtor sot? S'ka punë më të vështirë. Puna më e vështirë sot për sot, blegtoria, nuk ka punë tjetër më të vështirë. Sa orë në ditë ju ha? 24 non-stop. Jenë të duhe gjithë? S'ka pushim kjo punë. Juve keni marrë të kujt kullos në bagë, keni të ndara si? Ne kemi të ndara. Unë kam rreth 80 hektar toka me qira. Kam në Karaburun, që marrim nga Pijori, nga shteti. Kam malet e verore të Bashallajt, që i qëjmë për verë. Tu në Rikum, zakonisht. Në Rikum, Fush Dukatit, në Radhim, toka që kam të Çfarë i bën mishit apo dhe në produkteve qumshit e tyre? Mishin e shesim në për restorante të zonë, nuk preferojmë të kasapit, se dihet se çfarë ndodh në kasapit. Kurse bulmetin kemi bërë një punë të vogël për baxho, mini baxho mund ta quajmë. Edhe trajtojmë vetë, po, të gjithë. Se kasapë, më thatë, kasapët e baxho, çfarë ju marrin lirë që si shtrinë si funksionon? Po, kasapi pinta merr pothuajse edhe gjysmë për gjysmë, kurse baxhot është akoma më katastrofë. Me çmim të ulët? Me çmim shumë të ulët. Ju dëmtoni ju fermerëve. Dëmi kryesor është nga baxhot. Sot për sot. Nëse themi sa qumësh të nxjerrin në ditë nga krerët? Po sot se janë periudha, janë mbi 2 kuntal qumësh, mbi 220 litra. Sot. Nuk preferoni ta shisni qumshin, ta bëni djathtë. Ja, bëjmë djathtë. Sa shitet sot një litër qumësh nga fermeri tek baxhoxhin? 1500 lekë. Është pa Në për lokale nuk më marre 1000 lekë është i pikon ujë. Ose në një dyqan të thjesht, 500 lekë është gjysmë litri ujë. Ndihma nga shteti sipas tij mbetet e pakët. AZHBR nuk e ka kualifikuar disa herë për shkak të dokumentacionit, gjë që e vështirëson edhe më shumë punën e tij. Vetëm këto subvencionet që japin ato 12000 lekë për krerë, se për naftën unë kam ja 2 vjet që nuk aplikojmë, se nuk s'marr do dokumentat tokave njerëzve. Është problemi i dokumentave të tokave. Problemi i dokumentave të tokave, e kemi ngritur shumë herë problem, dhe kur kemi bërë mbledhje me ministrin me ta njerëzit e AZHBR-s, Po kështu në AZHBR ndonjë grant apo prapë është problemi i tokave i pronës? Unë u skualifikova, isha për ndërtim për stadu. Me i dhe atë ka vështirësi, por ka edhe bukurinë e saj kjo punë, apo jo? Po, është punë e bukur. Ne jemi rritur me këtë punë edhe punë tjetër, vesh punosh e tjetri, vetëm sa i gëzohemi që jemi punë tonë. Sa çoban keni punësur? I paguni si është? 3. I paguni juve me Po, ditë? po, 3 çoban. Keni përfituar ndihmë nga shteti, u skualifikuat për çfarë arsye? U skualifikuam për arsye se mua më doli dëshmia e penalitetit e pistë, se u dënova për 2 rreshta blok që ngrita stallat e vjetra të dhënëve dhe u dënova për ndërtim pa leje. Stalla për bagtit tuaj. Për dhënë. Cile u proceduat se ndërtuat në tokën tuaj, por e ki pa letra si pse? Toka pa letra është në 7501, pretendojnë pronarët e vjetër nga 3 të tilla. Edhe për këtë u skualifikuat dhe në AZHBR. Po, për shkak të dënimit. Megjithatë Ismaili dhe vëllai i tij e duan këtë punë, e shprehen se do të vazhdojnë të merren me blegtori, pavarësisht vështirësive të përditshme.